Gjatë gjithë këtyre viteve, Artin, familjarët e viktimës Antonio Karafilit kanë kërkuar drejtësi pasi nuk e besoni këtë variant, që djali i tyre të kishte vrarë vetë. Vazhdimisht, her pas here. Ndërkaq sot, pas bërjes publike të këtij lajmi, pra që flitet për një vrasje, ka patur një reagim nga ana e tyre, si e kanë komentuar? Në fakt kemi tentuar të komunikojmë dhe të marrim një reagim të familjarëve të 18 vjeçarit, por në fakt ka qenë shumë e vështirë për të biseduar me të dy prindërit e Anton Karafilit, nisur edhe nga gjendja e rënduar e tyre dhe sot pas kaq vitesh, pra pas 7 vitesh, dhe nuk kemi arritur dot që të marrim një reagim të tyre në lidhje me ngjarjen. Sigurisht ajo se çfarë është thënë është që gjithçka ja kanë lënë drejtësisë dhe sigurisht tashmë ndihen disi më të qetë që prokuroria me hetimet e saj ka shkuar drejt autorëve të ngjarjes, duke hequr të gjithë pistën e vetvrasjes së 18 vjeçarit. Pikërisht kjo gjë që të cilën ata kanë kërkuar me ngulm dhe vazhdimisht gjatë gjithë këtyre viteve, pra pas 7 viteve arrihet të sillet ky lloj përfundimi, i cili mbase nëse do të kishte zhvilluar hetimet e duhura qyse atëherë, autorët mund të ishin tashmë mbrapa hekurave, ndërkohë që kemi një 60 vjeçar që i ka dhënë fund jetës pra në vitin 2024 që ka qenë një prej autorëve dhe një vajzë që ishte dashura e 18 vjeçarit, e cila tashmë ndodhet në Kanada dhe mbetet për tu parë se si do të jenë procedurat tashmë nëse prokuroria shqiptare do t'i kërkojë autoriteteve kanadeze për sjelljen e saj në Shqipëri dhe më pas përballjen e saj në gjykatë dhe vuajtjen e dënimit këtu. Po, edhe diçka Artin. Provat që ka gjetur prokuroria lidhen kryesisht me momentin se si është gjetur viktima 18 vjeçari Karafili, pra kjo nuk e ka bindur se si është bërë vetvarja e tij, aty është fokusuar kryesisht prokuroria? Këtu ka qenë pak a shumë, pasi duket se ka pasur dhe kontradikta në deklaratat e personave të pyetur, siç ishte në këtë rast dy autorë tashmë të dyshuar, sepse duhet kemi parasysh që deri në vendim gjykata ata prezumohen të pafajshëm, dhe ka pasur disa momente kur deklaratat e tyre ishin të ndryshme. Nga ana tjetër, edhe sot nëna e kesit ka deklaruar që sigurisht që gjurmët e saj do të ishin mbi çarçafin me të cilin ishte mbuluar 18 vjeçari, pasi ajo bashkë me nënën e tij e kanë grisur çarçafin për ta nxjerrë trupin në momentet e para kur të paktën është bërë konstatimi i trupit të pajetë, dhe sigurisht ka thënë ajo që shenjat qoftë flok, qoftë shenjat e gishtave apo dhe shenjat e tjera biologjike të vajzës do t'i ishin aty. Ka qenë shumë e vështirë që të sigurojmë një pjesë të materialit hetimor të prokurorisë Korçës për të parë më shumë se si ata kanë shkuar drejt këtij përfundimi që kanë sjell tashmë vendosjen përpara përgjegjësisë të kesit dhe të personit që tashmë nuk jeton më, por mbetet për të parë në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë. Megjithatë qysh se në fillim që kurse ka ndodhur ngjarja, familjarët e 18 vjeçarit ishin të bindur se këtu kishim të bënim me një vrasje, nisur dhe nga fakti se kishin informacion që vajza sipas tyre kishte një lidhje paralele me shtetasin Gjergj Vathi. Artin, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me këtë ngjarje, të ndodhur 7 vite më parë në Korçë.